Projekti për rehabilitimin e linjës hekurullore Vorrhani-Hotit ka hyrë në fazën e tenderimit gjatë një takimi të zhvilluar në Bashkinë Shkodër. Eriton Hasaj, specialist për marrëdhëniet me komunitetin pranë hekurullës shqiptare, bëri të ditur se aktualisht pritet shpallja e fituesit të tenderit, ndërsa punimet parashikohet të nisin brenda vitit. Në aspektin e fazës ku ndodhet projekti i hekurullës Vorrhani-Hotit është në fazën e tenderit për përcaktimin e kontraktorit të punimeve. Kontraktori do të jetë edhe projektues edhe zbatues, pra që do thotë do ketë një periudhë 6 deri 9 mujore, moment që shpallet fituesi, 6 deri 9 mujore periudhën e rishikimit dhe finalizimit të projektit, por kjo periudhë do shërbejë edhe për mobilizimin e stafit tyre në terren. Kështu që shpresojmë në një viti ne pretendojmë që të fillojnë punimet në kantieret përgjatë hekurullës Vorrhani-Hotit. Konsulenti i projektit Dimitra Çmarku tha se gjendja aktuale e linjës hekurullore është e amortizuar dhe se do t'i nënshtrohet një rikonstruksioni të plot. Treni pritet të arrijë një shpejtësi deri në 120 km/h, ndërsa linja do të jetë elektrifikuar dhe rrethuar për gjatë gjithë gjatësisë së saj. Trupi i hekurullës do të ketë një gjerësi prej 6.6 metrash. Konsulenti e ka gjykuar që hekurulla është tërësisht amortizuar dhe kërkon një rikonstruksion të plot. Tani hekurulla parashikohet dhe është projektuar që treni të ketë shpejtësi 120 km/h. Element tjetër i hekurullës është që hekurulla do jetë elektrike. Gjithë rrjeti shqiptar hekurullor në gjitha studimet që janë tani do të kalojë nga trena me dizel, do të kalojë në trena elektrik. Pjesa e trupit e trashesë të marrë një gjerësi 6.6 metra në mënyrë që të krijohet mundësia edhe për vendosjen e faciliteteve që do jenë për linjën elektrike të trenave. Hekurulla do jetë e rrethuar për të gjatë gjithë gjatësisë vetë. Do jetë rrethuar, nuk po I themi me rrethimi do bëhet me konstruksion metalik. Formati I konstruksionit metalik do jetë I tillë që të mos lejohet hyrja e kafshëve. Kalimet e pa autorizuara do të mbyllen, ndërsa do të ndërtohen 7 kalimet autorizuara në nivel me sisteme moderne sinjalizimi. Numri I kalimeve të pa autorizuara është shumë I madh, që të mos I vëmë edhe emër. Tani duke qenë se do mbyllen ato kalimet të pa autorizuara, janë ndërtuar këto që quhen kalimet të autorizuara. Dhe në Bashkinë e Shkodrës, në pjesën e territorit të Bashkisë së Shkodrës, presupozohet që do jenë 7 kalime në nivel. Kur them 7 kalime në nivel, këtu nuk kam parasysh nëse mund të ketë ndonjë nën kalim ose nën kalim kryesisht. Në territorin e Bashkisë Shkodër, projekti përfshin segmentin nga Ganjolla deri në Përrua të Vrakës, me ndërhyrje në trase ura, tombino dhe mure mbajtëse për parandalimin e rrëshqitjeve dhe përmirësimin e kullimit të ujrave. Projekti parashikon gjithashtu ndërtimin e 5 urave të vogla dhe një ure të madhe në territorin e Bashkisë Shkodër. Urat ekzistuese me përjashtim të urës së Kirit do të zëvendësohen me struktura të reja.